Falenderoj gjyqtarin gjyqtarin e apelit, zotin Gentian Dogollari, që dha vendimin për çështjen që kam pasur, siç e ka dhënë gjykata e shkallës së parë, Gilda Hoxha, edhe ky vendimin e Gilda Hoxhës e kalon në fuqi për të kthyer çështja në Prokurorinë e Tiranës për hetim të thelluar, se zoti Prokuroria e Tiranës, Arançela dhe Suela Sollovaçi dhe mbrojnë prokurorin Bledar Valikaj, që mbrohet nga bashortja e vet e Monela Felaj, që mbajnë biemra të ndryshëm që populli shqiptar mas t'i njohë këto kriminala. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj nga Genti Dogollari që të zbardhi çështjen dhe ta çojë në Prokurorinë e Tiranës, se Prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetë gjyqësisë. I falenderoj dhe njëherë gjithë gjyqtarët si të shkallës së parë, Gilda Hoxha dhe Gentian Dogollari, që dhanë vendim tamam lot çështjen e Gilda Hoxhës e lënë në fuqi për kthimin e gjithë çështjes time në Prokurorinë e Tiranës për hetim, se Prokuroria e Tiranës po mbron kriminalat e tokave dhe po na çon drejt vetë gjyqësisë. Kjo është Prokuroria e Tiranës, prandaj kërkoj nga Genti Dogollari që të zbardhi çështjen dhe të nisi çështjen time në Prokurorinë e Tiranës. I falenderoj gjithë gjyqtarët që mas lidhen me këto prokuror, se këto po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Nuk ban ujë mo pilafi. Kjo prokurori po na çon drejt vetë gjyqësisë. To nuk pyesin as për avukatën e popullit, as për një dhe mbrojnë kriminalat e tokëve. Çfarë do bëjmë ne? Ne presim drejtësi. Po pa drejtësi në Prokurorinë e Tiranës, ne kërkojmë drejtësi, jo vetë gjyqësi, se kur bëhet vetë gjyqësia, pastaj do tundet gjithë petrela. E kom deklaru se unë pres për drejtësi. Po nuk qenë të vërteta këto që thonë mu, prokuroria mboj mu për procedim penal. Edhe kur kom bo letrat në policinë e shtetit, e ka cilësua ty, po që rrenë thot, do të shkojsh për para drejtësisë. Prandaj i kërkoj Genti Dogollarit që të ma zbardhi çështjen dhe t'i çoj letrat në Prokurorinë e Tiranës. E falenderoj shumë Genti Dogollarin dhe gjyqtaren e shkallës e parë Gilda Hoxha, që dhanë një vendim që ne ma shkojmë ke vetë gjyqësia, po të shkojmë vetëm drejtësi. Prandaj i kërkoj dhe një herë gjithë ambasadëve që ndodhen në Tiranë dhe ambasadës amerikane në Tiranë që t'i shikoj dhe gazetarët e ndershëm që na mbrojnë nga këto prokurorë të korruptuar, që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Dhe njëherë gjyqtarit
të shkallës penale, Genti Dogollarit, i them që të zbardhi çështjen dhe të ma nisi në Prokurorinë e Tiranës. Se këto Prokurorinë e Tiranës nuk po mbrojnë vetëm kriminalet e tokëve. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Dhe njëherë Genti Dogollarit vetëm të më zbardhi çështjen dhe ta nisi çështjen time për në prokurori. I falenderoj të gjithë gjyqtarët e ndershëm dhe po pat njëll në i prokuror i ndershëm në Prokurorinë e Tiranës të shikoj dhe mos mbroj kriminalet e tokëve, se Eren Çela dhe Suela Sollovaçi po mbrojnë kriminalet e tokëve. Suela Sollovaçi mbron edhe hetimet e veta që ka bo për bajaktarin e Petrelës, për qendrën e Petrelës si është bë vjedhje e jashtëzakonshme dhe kjo gjyqtare, kjo prokurore nuk ka bë asnjë hetim, por e ka mëll me ca gjyqtarë si kanë qenë janë, nuk e di, nuk ashtu, si mbroj kriminalet e tokëve. Prandaj kërkoj vetëm nga Genti Dogollarit më zbardhi çështjen, si çështja ime ta çoj urgjentisht në Prokurorinë e Tiranës për hetim. Falenderoj shumë të gjithë gazetarët e ndershëm si gazetarët e pamfletit net, që na kanë hap një dritare për hallet e popullit shqiptar, dhe avokatin e popullit, që po kërkon me këmbgulje për dosjet e mia dhe Prokuroria e Tiranës, Eren Çela dhe Suela Sollovaçi nuk po bëjnë asnjë hetim, po na çojnë drejt vetë gjyqësisë dhe avokatit e popullit nuk i japin asnjë përgjigje. Prandaj i them Genti Dogollarit çështjen time të ma zbardhi sa më shpejt, se s'ka faje, ai ka shumë dosje, por ma boj këtë nder si unë të vazhdoj për hetimet e mia në Prokurorinë e Tiranës. Falenderoj shumë gjithë gjyqtarët e ndershëm, edhe Genti Dogollarin dhe gjyqtarën e shkallës e parë Gilda Hoxhën. Zoti qof me ju, Zoti e shpëtof këto krime që po bën Prokuroria e Tiranës, që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Amen.